Në arrestimin e parë që ka ndodhur, para një viti, ai i kishte krijuar një marrëdhënie shumë të ngushtë me vajzat. Po? Aq sa ato kishin krijuar detyrime për të. Jo detyrime në formën e dhunës, as të presionit, po detyrime që nuk e doja prishnin dot nëse ai do t'i kërkonte në çfarëdo lloj kohe. Më kupton? Sepse ai kishte mundësi që ato të menin në të gjitha rastet të menin pagesa të mira. Në këtë aspekt, jo se KK-ja ka pas në mbikëqyrje. Pra thjesht i kishte dhe ai quante kliente që i përdorte për këtë qëllim. Në këto raste. Po rasti i vajzës që ka 4 vajza në të? Rasti i vajzës në fillimi tregimit tim në fillim të emisionit, që thash banon në një banes diku në qendër Tiranës dhe... Jetojnë kushtet mira apo në kushtet këqija? Në kushte, si kushte qera... Po, normale, jo në gjë. Se cila të gjitha bashkë vendosim nga teatrat e tyre për paguar qera. Ajo kishte kontaktet edhe natyra e saj ka qenë shumë e çiltër në marrëdhënie me njerëzit. Shumë e hapur, shumë praktike, nuk ka pas fare komplekse. Mbaronte punë shpejt. Nuk e ka problem fare, domethënë, e të thoshte shumë gjëra, që në një bisedë, po të bëjë dhe një bisedë normale me ta, nuk biles ashtu sikur theti rastin e asaj vajzës që nëse kur të dali nga qendra e rehabilitimit do të shkojë. Po, e ka menjëherë mbas spoteve dyta, po? Edhe ajo të njëjtën gjë, ka thënë dhe në arrestimin e parë edhe të fundit. Sa të dalë do vazhdoj të merren prapë këtë punë? Atë e ka vetëm atë gjë. Flasin kur investigohen për klientët? Apo i ruajnë? Flasin. I tregojnë kush janë klientët? Kanë klientë të rëndësishëm? E rezervohen për të treguar emra. Kanë klientë të rëndësishëm? Njerëz me njerëz publik flas biznesit, politikës? Ka klientë të rëndësishëm, por nuk i tregojnë si emra, tregojnë thonë si pozicione, jo pozicion konkret të punës. Jo, po si status social. Si status, më saktë. Ka klientë të rëndësishëm? Po ka. Midis tyre. Po? Ata kanë para për të paguar. Mund të vetëm një batut. Ndoshta nga që këta nuk i qelluan të organizuar nga lart, prandaj janë kapur, po bëjnë pak cinik. Por e di si është puna, më thot një miku im për këtë lokalet e natës, thot, është bën përshtypje Shqipëri për ta kuptuar në çfarë drejtje kemi mbritur, thot. Këta që marrin këto tavolina nga 200.000 lekë me këtë shishën e shampanjës. Sa 200.000 lekë treja? 200.000 sa duash ti, po, se nuk i dish plagi me shampanjë. Këta janë ka tre kategori, më ka thënë. Ke lacat, këta skifter laçianët e famshëm, këta që vinë nga Milano, nga rrugët, ke politikanët, deputetët, ke dhe prokurorët dhe gjykatësit, thot. Mjafton të shikosh këto 3 kategori që rrim bashkë, njitur e njitur ke këto tavolina më të shtreta dhe e kupton në çfarë drejtje është Shqipëria. Dhe e kupton se çfarë simbioze ka krimi. Jo, se janë kaq hapur, jo, sepse në këto lokale që ti thua, ka gjithmonë ambiente që quhen prive. Po, kanë krijuar dhe e kuptoj. Kështu që kjo elit shkon në këto prive dhe aty